Përshëndetje, mirë se keni ardhur në këndin e intervistës. Sot do të flasim në fakt për një temë që është shumë e diskutuar dhe e komentuar në rrjetet sociale. Festa e minimaturës, një mbrëmje tashmë që nuk simbolizon vetëm mbylljen e një cikli akademik, por luksin, veshjet, makinat e shtrenjta në rrjetet sociale. Vëmendja se kush do të marri më shumë peshën e luksit apo jo, për ta parë më nga afër këtë fenomen nga një aspekt psikologjik, me nëse do të jetë psikologe e njohur, Bona Mikli. Përshëndetje Bona, dhe mirë se ke ardhur. Të falenderoj shumë, Juarda, unë e vlerësoj shumë që mund të jem në një emision të tillë që mund të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme dhe është shumë afër zemrës time. Unë mendoj që kjo temë është një temë që jo vetëm i prek adoleshentët të rinj, por gjithashtu edhe prindrit. Kështu që mund të flasim sot për që të flasim pak edhe më thellë edhe që t'i bëjmë të tjerë të reflektojnë edhe për këtë event që është kaq i bukur, kaq shumë i arritshëm, por gjithashtu duhet të kemi parasysh disa gjëra që do i flasim më vonë. Mirë Bona, së fundmi në rrjete kanë qarkulluar video nga festat e minimaturës, pasi tashmë kanë nisur, disa janë në zhvillim, disa kanë mbaruar. Ne shohim që vëmendja më mange me luksi. Si e shikoni ju këtë fenomen që është duke ndodhur? Tani është shumë e rëndësishme të kuptojmë që po jetojmë në një brez që është brezi Gen Z. Brezi Gen Z që në krahasim me brezet e tjerë janë shumë më të përqasur edhe filtrat e informacionit nuk ekzistojnë më. Do me thënë që të rinjtë e sotshëm, adoleshentët e sotshëm, 17-18 vjeçarët, viti 4, ata që po eksperimentojnë atë përfundimin e shkollës mesme, në përditshmërinë e tyre përqasin me shumë informacione që qofshin ato të shëndetshme edhe të dëmshme, por nga që nuk ka një filtr, çdo gjë e dëmshme mund të duket normale, për shkak sepse nuk ka një filtr të saktuar. Se më përpara, brezet e më përparshme, ndoshta prindrit nuk kishin vetëm një televizor, kurse sot të gjithë duke filluar edhe që nga mosha 11, 12, 13 vjeç, ka një celular që mund të futen në rrjetet sociale, siç është TikToku për shembull, që është rrjeti social më i njohur për të vegjëlit dhe adoleshentët, për të rinj, që marrin këtë informacion që është tepër i dëmshëm. Kështu që shpeshherë ndodh që për të pranuar në shoqëri, ti duhet të jesh njësoj se si shoqëria të sugjeron, qoftë kjo e shëndetshme ose edhe e dëmshme. Kështu që sot, normalisht të rinjt e kanë shumë e rëndësishme për ta për të përqasur nga ana jashtme si një person i arritshëm, një person i bukur, që ka një veshje të bukur, që ka një markë të caktuar, për të pranuar nga shoqëria. Por e di, problemi që qëndron mbas kësaj është sepse të qenurit, pra le të themi festa e diplomimit, shpeshherë do të thënë është kjo fakti që çfarë do vesh, sidomos vajzat, por edhe djemt, dhe qëndron gjithmonë te kjo pjesa jashtme. Po sikur ne të mendojmë, edhe këtu po u flas edhe prindërve, po edhe të rinjve sot, që sikur të mendojmë nëse kjo festë e diplomimit ishte rreth arritjes, kush jam unë? Kush janë ëndrat e mia? Çfarë dua unë të bëhem? Edhe se si kjo festë kontribon në faktin që unë kam arritur diçka, edhe që është një trampolin për të arritur diçka më shumë në kolegj. Edhe është e bukur që ne të festojmë, është e bukur, mua më pëlqen shumë e bukura, më pëlqen të vishem, më pëlqen edhe fëmijëve të mi. Nuk ja kam ndaluar absolutisht këtë gjë, por gjithmonë ka një balans midis kur ti feston një gjë të bukur, kur ti vesh një fustan të bukur, kur ti vesh një veshje të bukur, edhe një markë të caktuar, gjithmonë qëndron fakti që festo atë çfarë ti ke arritur, atë çfarë
ëndra jote, pra çfarë është ëndra jote për të arritur dhe njerëzit që festojnë e ty të celebrate, pra të festojnë së bashku me ty për ëndrrën tënde. Mirë, po tani nuk është vetëm problemi tek matura, sepse nëse qëndrojmë këtu, jemi drejt ciklit të moshës 18, 19, kur tashmë nxënësit janë në një moshë pjekurie. Problemi vërtet qëndron tek mini matura. Në momentin kur mbyllin ciklin 9-vjeçar, ne shohim që shpeshherë 14, 15 vjeçarët vendosin të themi të bindin të tjerët për atë që janë nëpërmjet makinës së shtrejtë që do hyjnë në mbrëmjen që ata po festojnë, apo nëpërmjet veshjeve që ata kanë. Si e shihni ju këtë gjë? Çfarë po ndodh vërtet? Në fakt ky fenomen, sidomos pra nëse bëhet fjalë për moshën 14-15 vjeç, pra minimatur, problemi është akoma dhe më i thellë, sepse duhet kuptojmë që adoleshenca, pra të qenë adoleshent është një periudhë që ti kalon nga periudha e të qenurit fëmijë tek një tranzicion i të qenurit i rritur. Pra është një tranzicion i caktuar, kështu që në këtë rast është shumë e rëndësishme dhe unë e them, unë jam vetë prind, unë kam 3 fëmijë edhe i kam parë në tranzicionin e tyre të qenurit 13, 14, 15 ose 18, 19, 20. Por është shumë e rëndësishme për të kuptuar mesazhet që marrin adoleshentët tanë sot. Unë mendoj që ritmi i jetës sot, sidomos për prindrit, është shumë i shpejt. Pra, prindrit sot janë shumë të fokusuar tek puna, ose bëjnë shumë punë, bëjnë 2, 3, 4 punë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që prindrit nuk kanë kohë për fëmijët e tyre, për të kaluar me fëmijët e tyre, për të dëgjuar jo vetëm sukseset e tyre, por për dëgjuar edhe shqetësimet e tyre, edhe shkurajimet e tyre, edhe dështimet e tyre, sepse sidomos mosha 13, 14, 15 kalon një lloj tranzicioni të caktuar për të kuptuar kush jam unë, kush është identiteti im, çfarë më bën mua që të jem unike. Edhe nëse një prind nuk ndalon për të kuptuar, për të afirmuar ëndrat, për të afirmuar dhuntit, talentet e fëmijës së tyre, e di se çfarë do bëj ai adoleshent që është 13, 14, 15, atë afirmimin që nuk e gjen tek prindrit e tyre, tek prindri vet, do e gjej tek shokët, tek shoqet, tek mediat sociale, kështu që do marr një informacion të gabuar rreth vetes vet. Dhe do filloj të bëj kompromis me identitetin e vet, pra në mënyrë që të marr një like në Instagram, një like në TikTok, një follower, edhe fillon dhe bën disa gjëra për sidomos kur ka shembuj jo të mirë. Unë gjithmonë e kam thënë në shumë intervista që shpeshherë po të shikosh TikTokers më të njohur sot, janë ata që shajnë, janë ata që shokojnë, që surprizojnë me gjëra të dëmshme, dhe po të shikosh live-et e tyre, unë biles kam qenë në shumë live, thjesht për të pasur për të kuptuar se çfarë ndodh, dhe kam parë që mira followers janë 12, 13, 14 vjeçarët që ndjekin këta shembuj që flasin keq, që kanë një abuzim verbal ose psikologjik ose kërcënojnë. Dhe çfarë ndodh? U duket sikur ajo çfarë dëgjojnë është shumë normale dhe atë normalitetin që ata mendojnë që e kanë, e vendosin nëpër dishmërinë e tyre me mënyrën se si ata e perceptojnë veten e tyre, se si perceptojnë shokët shoqet, se si perceptojnë se çfarë duhet të bëjnë për të marrë një miratim. Por ajo gjëja që do i rrisi sot adoleshentët e të rinj është për të reflektuar, për të patur disa zakone të shëndetshme që normalisht nuk është se ata duhet të mësojnë vetë, por duhen që prindrit
të vendosin disa kufi të shëndetshëm për të ndihmuar fëmijët e tyre adoleshent për ta kaluar këtë fazën e tranzicionit. Pra bona, sipas jush, fenomeni i luksit, i veshjeve të shtrenjta, makinave në mbrëmje nga më të ndryshme, le të themi, është bërë tashmë si një formë detyrimi për të marrë ato klikimet në TikTok, në Instagram. Po, dhe mua më vjen shumë keq, unë ndjej shumë keqardhje, sepse mendoj që kjo pjesa e famës ose pjesa e afirmimit sot ka marrë një shtrembërim. Pra, është një pikpamje shumë shtrembëruese që ne shikojmë, unë me keqardhje mund ta them shumë influencers ose shumë persona që kanë shumë followers, nuk kam parë për momentin asnjë person që mund të ketë një influencë shumë të madhe tek të rinjt, që mund t'i mësoj të rinjt adoleshentët rreth shqetësimeve të tyre shpirtërore, mentale, mendore, por shumica kalojnë tek pjesa e sipërfaqes. Dhe shpeshherë ka shumë influencers që reklamojnë luksin, reklamojnë shortcut, atë pjesën që ti mund t'jesh ky personi me shumë para, duke shkuar nga një shteg i shkurtër. Pra që mund t'jetë, për shembull, ka shumë vajza që pasqyrojnë trupin e tyre, hiret e tyre shumë të bukura, në mënyrë që të kenë atë pjesën e njerëzve që i ndjekin, edhe pastaj ka shumë vajza të tjerë të vogla që ndjekin këto persona të tjerë që mund të jenë dhe me filtra, ose unë kam thënë edhe këtë gjë që nuk ka të bëjë vetëm me filtrat e Instagramit ose të TikTokut, po ka të bëjë edhe shumë, për shembull, njohim shumë njerëz të famshëm, VIP, që kanë një ndërmarrje mbrapa tyre. Pra është dikush që u kre flokët, dikush që u bën këto botoxet etj, që u bëjnë thonjë, dikush që u jep një fustan, ose dikush që i bën një foto të bukur, një fotograf. Pra ka një ndërmarrje shumë të madhe mbrapa tyre dhe i bëjnë këto vajzat e bukura, këto personat e jashtëzakonshëm, kur në të vërtet janë njerëz normal, si gjithë tjerët. Dhe çfarë ndodh me vajzat e vogla, 18, 19, 20, i shikojnë këto persona që janë në Instagram dhe mendojnë për veten e tyre, po unë nuk jam si këto, unë nuk jam e arritur si ky person, nuk jam e bukur, nuk jam e arritur, dhe çfarë ndodh? Ky krahasimi vjedh gëzimin, vjedh identitetin, nëse këto adoleshent nuk ndihmohen. Kështu që çfarë ndodh? Ndodh që për të arritur një klikim, për të arritur një konfirmim, një aprovim, ato mundohen të bëhen si këta të tjerët, dhe kur nuk e arrin, fillojnë dhe shkojnë në depresion, kanë ankth, kanë shumë probleme që më vjen shumë keq e them që statistika tregojnë që adoleshentët, të gocat e vogla, djemtë e rinj, pavarësisht se çfarë ndodh në media sociale, brenda vetes tyre kalojnë në një errësirë mendore të jashtëzakonshme që nuk munden të flasin as me prindrit e tyre, sepse prindrit e tyre nuk arrin të kuptojnë edhe nuk i ndihmojnë, kanë frikë nga pargjykimi, se çfarë do mendojnë prindrit e tyre, se çfarë do mendojnë bashkëmoshatarët e tyre, se çfarë do mendoj komuniteti, lagja e tyre, kështu që mundojnë të kenë dy jetë të ndryshme. Pra, ky personi që duket sikur është i miri në social media, po pastaj në jetën reale janë njerëzit më të trishtuar, më të vetmuar. Prandaj është e rëndësishme që t'i themi këto gjëra për të kuptuar realitetin, që realiteti nuk është ajo realiteti i media sociale. Bëna shiko, tashmë në një festë minimature, mesit e rish ka 50-60 nxënës. Po nga këta 50-60 nxënës, jo të gjithë mund të kenë mundësitë ekonomike për të shpalosur atë luksin që është bërë tashmë trend.
si ndikon kjo tek ata të cilët nuk e kanë mundësinë për t'u bashkuar turmës? A mos ka një ndikim negativ në lidhje me vdesimin e tyre? Po, patjetër që ka një ndikim shumë të madh. Unë njoh shumë familje ku për shkak sepse nuk kanë mundësi që t'u blejnë vajzës së tyre një fustan të bukur për minematurën ose dhe maturën, nuk e lejojnë vajzën e tyre që të vinë, që të shkojnë në një festë të tillë. Dhe kjo ndikon shumë tek një vajzë apo një djalë. Gjithashtu diçka tjetër që ka dhe familje të tjera që për mundësitë që kanë mund të blejnë një veshje të bukur për vajzën ose edhe një kostum për djalin e tyre, por që vajza ndihet sikur nuk është në atë arritjen e duhur me moshatarët e vet. Kështu që edhe në momentin që ajo shkon në një minimatur, ndihet sikur është që nuk është njësoj me tjerët, që nuk i duket vetja e bukur, që nuk ka fustanin e duhur, që fustani vet nuk ka kushtuar kaq shumë sa të tjerët, dhe sado që kjo vajzë apo ky djalë shkon në një festë të tillë, thellë në zemrën e vet ndihet i papërmbushur. Prandaj është shumë e rëndësishme që prindrit sot kuptojnë që kur i çojnë fëmijët e tyre në një minimatur, në një festë të caktuar, të mësojnë fëmijëve të tyre që sot nuk po festohet marka, nuk po festohet bukuria e tyre jashtme, po festohet përpjekja e tyre, po festohet fillimi i përmbushjeve të ëndrave të tyre në jetën e tyre, që prindërit e tyre të bëjnë një festë përpara se ta çojnë fëmijën e tyre në një party, edhe t'i thonë fëmijës, edhe me një kartolinë, edhe me një dhuratë vogël, edhe me diçka të shkruar ku t'i thonë fëmijës së tyre që mami është krenare për ty, babi është shumë krenar për ty, që ne jemi të lumtur që ti ke mbaruar këtë udhtim, edhe je kjo vajza e bukur, beautiful inside out, ose ky djali i fort në shpirt, në zemër, por edhe në trup, why not? Mesazhe të tilla që mbeten, unë mbaj mend që kur kam qenë vogël, gjithmonë ka qenë e shoqëruar ky mesazhi, po shumë kohë përpara. Mbaj mend që unë për shembull nuk kam qenë në një minimatur, se nuk kam pasur një veshje ashtu siç doja unë të ishte, edhe mua më ka ngelur peng. Po më ka ngelur dhe peng fakti që prindrit e mi nuk më kanë thënë këtë gjë, që bona, bravo, që ti mbarove, që ti u përpoqe, që ti e kjo që je. Mua më është dashur shumë kohë mbas adoleshencës dhe rinisë time që të kuptoja që unë kam vlerë, që jam unike. Edhe sot mesazhi im për të rinjt, për adoleshentët, për të rinjt, është për të kuptuar që kur ju të shkoni në atë fest, në atë party, pavarësisht nëse nëna dhe baba juaj nuk ju thonë që jam krenar për ty, që bravo të qoftë, që ti në mendjen tënde thuaj çfarë kam bërë unë për këto 4 vitet e mia, kush kanë qenë përpjekjet e mia, çfarë ëndre duhet ta realizoj, dhe kur të shkojnë në atë partin që të duken të bukur, të kuptojnë që në radhë të parë janë të bukur në mendjen e tyre, në shpirtin e tyre dhe në përpjekjet që ato kanë bërë. Se thot një gjë bona, Juarda, ajo veshje e bukur është vetëm një natë. Kaq është. Mbaroi çdo gjë. Unë për shembull vesh në një gjë, në një veshje, e them, sa nice dukem etj etj, por pastaj të nesërmen as nuk e shikoj më atë veshjen. Po di çfarë mbetet? Mbetet ajo kuptimi i një feste që ku unë shkoj. Për çfarë kam shkuar në atë fest? Kështu që në këtë rast, po flas edhe adoleshentëve dhe të rinjve, që kur të shkoni këtë vit për të festuar maturën, minimaturën, kënaquni me veshjen tuaj, me luksin, por mbi të gjitha kënaqur me luksin e shpirtit dhe të mendjes tuaj që ju keni fituar gjatë këtyre viteve.
Shiko bona, a mund të themi që sot vlera personale po matet me atë që ne shfaqim në rrjetet sociale, jo me atë që ne jemi duke bërë realisht? Po, është shumë e vërtet. Do të thënë, vlerja e rritjes personale është si një shkëmb. Pra, për shembull le të themi, meqense jemi në verë tani mendo pak ju Arda, nëse ne do ndërtonim një shtëpi tek domethënë afër rërës. E do ishte një shtëpi e bukur, e kemi kohë që e ndërtojmë të shtëpinë, edhe pastaj vjen një stuhi. E çfarë ndodh nëse ne ndërtojmë shtëpinë afër rërës? Patjetër, do shkatërrohet. Apo jo. Po sikur ne të ndërtojmë një shtëpi, një shkëmb të madh, një shkëmb ku ne kemi baza, themelet i kemi të rrënjosura. Dhe nëse do vi një stuhi, çfarëdo lloj stuhie të vi, ajo shtëpi asnjëherë nuk do shkatërrohet. Këtë po them, pra pse mora këtë analogji për të kuptuar edhe se si mund ta ndërtojmë jetën tonë, jo në rër, po në një shkëmb. Jo në një themel të cekët, por një themel të thellë, sepse të rinjtë e sotshëm mendojmë sikur çdo gjë që ndodh sot në përditshmërinë tonë ka të bëjë me atë pjesën sipërfaqësore, po jo. Nëse të rinjtë do të kuptojmë që ne duhet kuptojmë që si e ndërtojmë jetën tonë, pra si e kalojmë ditë përditshmërinë tonë, e kalojmë në mediat sociale apo e kalojmë duke ndërtuar jetën tonë personale. Për shembull, se çfarë ne lexojmë, se çfarë ne dëgjojmë në muzikë, se si është stili jonë i jetës. Ka shumë të rinj sot që mund shkojnë bëjnë palestër, gym, dhe jo të rinë tërkohën në mediat sociale, ose që të kenë një mentor, ose të kenë një hobi që realizojnë, ose një ëndër, unë jam shumë e sigurt që këta persona e ndërtojnë jetën në një shkëmb dhe jo në një gjë të sipërfaqësore. Kështu që është shumë e rëndësishme që është një balans midis prindërve edhe adoleshentëve për të patur një komunikim në mënyrë që prindrit të ndihmojnë fëmijët, adoleshentët, për të pasur trampolin që kur këta fëmijë të jenë të rinj, pra të mbarojnë shkollën e mesme dhe të fillojnë një universitet, të kuptojnë që ata kanë vlerë, që janë unik, që kanë talente dhe dhunti, që vlera e tyre nuk matet nga përcaktimi të tjerëve, por vlera e tyre matet nga dhuntit, nga talentet edhe nga vlera që ata u japin vetes së tyre. Shpeshherë ka shumë adoleshentë të rinj që thonë, po unë nuk di, po unë nuk mundem. Pra fjala nuk di, nuk mundem, dhe ky mendim që unë nuk di dhe nuk mundem, e di çfarë bën? Ndikon tek veprimet tona. Në momentin që unë them që unë jam e shëmtuar, apo unë jam s'di të flas, apo nuk di të bëj këtë gjën, ky mendim që unë mendoj në mendjen time, do më shoqëroj edhe në veprimet e mia, s'do bëj asgjë, do paralizohem, frika më paralizon. Por në momentin që unë them që nëse unë nuk e di, por unë do ta mësoj dhe do e bëj, unë kam një hap më tutje për qenë guximtare. Shiko, kjo situata që gjithë që ne jemi duke kaluar në rrjetet sociale, a mos përkërkon kjo një rifillim të ri të një kulture që brezi ta masi suksesin e vet nëpërmjet klikimeve apo nëpërmjet asaj që ka veshur? Unë mendoj që rrjetet sociale sot kanë marrë 99% të vëmendjes Gen Z, brezit Gen Z. Pra, është shumë shokuese, po të shikosh, pra nëse secili për nesh do hapi celularin ton, në fund të ditës dhe për të kuptuar sa orë kemi kaluar ne në celular, ne do shokohemi me veten tonë. Mirë të rriturit, po fëmijët, sepse shpeshherë ndodh që të prindrit
i lënë celularin fëmijëve të tyre dhe e kanë si një babysitter për fëmijët e tyre. Edhe është nëse prindit do harxhonin më shumë kohë me fëmijët, do kuptonin që do mësonin më shumë rreth vlerës dhe identitetit. Por sot, për shkak të mediave sociale dhe ekspozimit të tepërt, mendoj që do është shumë e vështirë për të kapërcyer këtë pjesën e aprovimit, sepse shumë fatkeqësisht shumë adoleshentë dhe trinj janë e barazojnë vlerën e tyre me një klikim në TikTok apo në Instagram. Shiko, ti e preke gjatë gjithë intervistës që një rol shumë të rëndësishëm ka nga prindërit, por shpeshherë përballen me një fjali. Të gjithë e kanë këtë, pse unë mos e kem? Tashmë mini maturantët, kur i drejtohen në saloneve të bukurisë, apo ateljeve të fustaneve, apo tashmë vendeve ku marrin makina me qira, kërkojnë luksin, kërkojnë një markë të mirë, kërkojnë një makinë të shtrenjtë. Çfarë duhet i thënë prindërit në momentin që përballen? Të gjithë e kanë. Pse unë mos e kem? Po. Shikoj, komunikimi prindër adoleshent nuk fillon ditën përpara mbrëmjes së minimaturës. Edhe unë njoh shumë prindër që fatkeqësisht sot nuk kanë një komunikim me adoleshentët e tyre përpara minimaturës edhe një feste. Ka shumë domethënë shoqëria sot, prindrit sot janë shumë të ngarkuar me gjëra të tjera edhe nuk kanë një komunikim të vazhdueshëm në përditshmërinë me fëmijët e tyre. Kështu që kur vjen një moment i tillë, siç është një moment shumë i rëndësishëm, siç është minimatura ose matura, fëmijët përballen me këtë luksin. Pra, nëse shikojnë shokun e tyre që vjen me një fustan me brand ose me një makinë shumë luksoze, duhet të dinë që prindrit kenë një bisedë me fëmijët e tyre për të kuptuar që edhe këto gjërat e jashtme janë fake. Janë të gënjeshtërta. Ka shumë prindër sot që për të bërë qefin fëmijëve të tyre në minimatur është për shkak të një ndjesie faj që ata kanë kaluar gjatë vitit të tyre, sepse ka shumë prindër që janë shumë të zënë me punërat e tyre dhe nuk kanë një komunikim të vazhdueshëm edhe për të mbajtur të qetë të ndjenjën e tyre të fajit, u bëjnë fëmijëve të tyre celularin e fundit. Atë fustan më të bukur që kushton 300.000 lekë ose 400. Por është e rëndësishme, siç e thash më parë, që prindrit të festojnë përpjekjet edhe arritjen e fëmijëve të tyre në shkollën e mesme dhe jo që përpara se t'u japin një dhuratë të bukur, pra që mund të jetë një fustan, një veshje, një limuzinë që do i çojë atje tek ajo eventi që shokët dhe shoqet shikojnë se si kanë ardhur, që prindrit të pasurojnë fëmijët e tyre me një trashëgimi që do zgjasë më shumë se një ditë. Mirë, ky është një fenomen pjesë e zhvillimit të teknologjisë e rrjeteve sociale, apo është një sinjal që tashmë brezave të rinj duhet të transportojnë vërtet vlerat njerëzore dhe të tregojmë që marka nuk është ajo që na bën të dukemi unik. Po, mediat sociale do vazhdojnë që të kenë akoma dhe më ndikim në shoqërinë tonë, kështu që ne nuk kemi kontroll tek mediat sociale. Pra, po flas edhe prindërve që ne kemi më shumë kontroll tek koha cilësore që çdo prind kalon me fëmijën e tyre. Pra, nëse unë do të pyes aty, nëse prindrit e tu të ndalojnë që ti shikosh celularin, jam shumë e sigurt që do më thosh jo, nuk ndalojnë, unë kam një celular ndërkohës. Pra, secili prej nesh do vazhdoj të shikoj këto informacione të pafiltruara. Po çfarë do na bëjë secili prej nesh të jemi të kontrolluar
për të kuptuar vlerën dhe unicitetin ton jashtë medjave sociale, është për të kaluar kohë cilësore me njerëzit që në anglisht është lift us up, pra që na inkurajon edhe jo të na zhysin më poshtë. Dhe unë mendoj që mediat sociale na e heqin gëzimin e momentit. Pra e heqin atë gëzimin, sepse nëse ti do shikosh një person që ka shkuar në festën e diplomimit me një limuzin, e ti do thuash, ua, po pse ajo ka shkuar dhe unë s'kam shkuar, e di çfarë ndodh në mendjen tonë? Ne fillojmë edhe të jemi të trishtuar, të mërzitur. Pra është ai gëzimi që unë po shkoj në një fest, më largohet sepse unë krahasohem me një person tjetër dhe krahasimi është ajduti i gëzimit. Kështu që unë mendoj që nëse ne duam, pra nëse të rinë sot ka nevojë për ndihmën e prindërve të tyre edhe të mentorëve, pra njerëzve, një mësues në shkollë, një mësuese në shkollë, një person që do kaloj kohë me të rinë sot për të kuptuar vlerat e tyre të thella dhe jo vetëm ato vlerat sipërfaqësore që sot janë dhe nesër nuk janë. Bona, faleminderit shumë, ishte kënaqësi, faleminderit për gjithë këshillat që dhe. Shumë faleminderit, Juarta, e vlerësoj shumë. Faleminderit ju që na ndoqët. Kjo ishte intervista e ditës për sot.